Shikues të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në debatet zgjedhore. Sonte jemi në Malishev, në shtëpinë e re të kulturës në Malishev me kandidatët për kryetar të komunës. Para se t'i prezentoj kandidatët, vetëm t'ju përkujtoj që në bazë të regjistrimit të fundit, Malisheva i ka dikun 54.000 banor. E tash më lejoni t'i prezentoj kandidatët. Ata janë Alban Krasniqi nga Lëvizja Vetëvendosje, Bashkim Krasniqi nga AK, Isni Kilaj nga PDK, Ragib Begaj nga Iniciativa Qytetare për Malishev, Rifat Kryeziu nga Partia Drejtësis dhe Salim Orina nga LDK. Para se ti prezentojmë përmes familjarëve të tyre, më lejoni t'ju përkujtoj ku jemi në 3 netët e ardhshme dhe 3 netët e fundit të kësaj fushate zgjedhore të rundit të parë. Nesër jemi në Gjakov, në Teatrin e Qytetit, pas nesër jemi në Istog, në Shtëpinë e Kulturës, dhe të premten jemi në Prishtinë, në Sheshin 21. E janë me ne edhe në ato vende, po kur s'munët me arë në këto sala, mund të shihni emisionin drejt për drejt të vënisteni dhe gjatën kohës në live mund të shihni edhe në Facebook të Kallzo.comit në internet. E tash më lejoni të filloj me prezentimin e kandidatit parë, shohim që na kanë thënë familjarët e Alban Krasniqit nga Vetëvendosja. Albanin jam njoftuar në kohën kur u pata angazhuar në Lëvizjen Vetëvendosje, pra ka qenë shtatori i vitit 2010, tetor të vitit 2012 u pata martuar, kështu që nuk ka zgjatë shumë kohë, dhe tash kemi një fëmijë. Kemi jetuar dhe jetojmë në Prishtinë aktualisht, mirë po me që Albani është kandidat për kryetar të komunës, është rëndësishme që komunarët, pra kryetari i komunës, të jenë pranë qytetarëve. Albani nuk ka dëshirë që të ngjetë veturën, ka dëshirë më shumë të ecë. Albani për ka natyra, kur punojmë bashkë, pra për çështjet e lëvizjes, angazhimit politik, është jashtëzakonisht shumë i rreptë. Për shkak se don të kryet puna siç duhet. Mirë po sa i përket jetës private, pra është shumë i përshtatshëm për të jetuar me të, edhe nuk i pengon nëse edhe më ndihmon me punët e shtëpisë. Është ma ekonomist, e din ku e shpenzon paran, ndërsa unë shpenzoj më tepër. Albani e don shumë ecjen dhe ka qef shumë me shku ose në Rugov ose kudo që ka male ose bjeshk. Ndoshta pasulin e han më tepër, pasul me gullash, bile ka qef me bo kombinimin. Valla, nuk e di, familja e Albanit thonë që në lidhjen tonë unë jam ma shefi, familja ime thot kundërtën, thonë Albani është ma shefi, pasi që jam Lëvizjen Vetëvendosje, as nuk jam pasuruar dhe as nuk jam varfruar. Lëvizja Vetëvendosje pra ka alternativën më të duhur për të rregulluar mirëqenien e qytetarëve dhe Albani është personi më i duhur që i nevojitet Malishevës dhe qytetarëve të Malishevës për të qenë pra kryetar i komunës dhe për të përfaqësuar interesat e qytetarëve të Malishevës. Zoti Krasniqi, qysh o me pas gruan deputete? Edhe njerë më falë? Qysh është me pas gruan deputete të Kosovës? Po normal, nuk shoh diçka të jashtëzakonshme. E nëse jetoni në Prishtinë, ajo punë në Prishtinë, jo në Malishev, kryetar komunës e boni, qysh dëni mu vendos? Shtëpia ime është kudo që janë trojet shqiptare. Po vetë. Ndryshe është, a dëni me udhëheq komunën për trojeve shqiptare, a prej venit, këtu për Malishevës? Prej shtëpisë. Cile shtëpi? Shpiki edhe në Prishtinë, shpiki edhe Malishev? Nuk kam shtëpi në Prishtinë, kam një banesë që kam marrë nga shitja e tokës familjare që kom pas. Po, unë do vazhdoj të jetoj në Malishev, unë jam i Malishevës edhe nesër më me konë. 2 minuta i ke, qka do të bësh nëse bosh kryetar i komunës, qka premton për qytetarët e Malishevës, 2 minuta urdhën? E para, do të kthejmë besimin e të qytetarëve tek qeverisja lokale, besimi humbur. Këtë do të bëjmë përmes reformimit të administratës, përmes hapjes e arkivave dhe përmes luftimit të krimit dhe korupcionit, duke i dërguar të gjitha ato lëndë në cilat shihet se ka krim e korupcion tek organet e drejtësisë, e që ka kogja shumë në komunën e Malishevës. Në aspektin ekonomik dhe social,
duke subvencionuar bujqësinë në mënyrë që përmes bujqësisë të zhvillojmë Malishevën ekonomikisht, po dhe të ngrisim mirëqenien e qytetarëve në aspektin social. Dhe këtë do të bëjmë duke ngritur përkrahjen për bujqit nga 1% sa është aktualisht, deri në 10% për gjatë mandatit 4 vjeçar, që në shifra i bie dikon rreth 3 milion euro që do të dedikohen për këtë sektor. Në aspektin social, ne do të përkujdesmi për gjitha ato kategori sociale, po dhe kategori tjera të cilat janë lënë në harres, si personat me nevojat të veçanta, për cilat do të ndohen mjete të veçanta dhe përkujdesje e cila ka munguar deri me tani. Dhe kur flas të përkujdesja sociale, më lejeni të them që jeni rreth 1.000 familje të cilat vazhdojnë të marrin ndihma sociale, po që gjendjen e kanë të mirë dhe po aq nuk marrin, domethënë rreth 1.000 që nuk marrin ndihma sociale, por që kanë gjendjen prapë të mirë dhe ne do të ndajmë, ne do të përkujdesmi për këto familje për gjatë tërë vitit, duke i ndihmuar në tejkalimin e krizës, pra me veshmbathje, me ushqim, si dhe me gjitha të nevojat që i lidhen me përkujdesin sociale dhe shëndetësore. Në aspektin e infrastrukturës do të funksionalizojmë infrastrukturën e cila është lënë për faqet e zezë dhe po bëhet në faqet e zezë edhe tani, duke siguruar për qytetarët infrastrukturën bazë që është e nevojshme, që nuk është vetëm kanalizim të ujësjelës, por janë edhe shumë çështje tjera me rëndësi për cilat qytetarët sot kanë nevoje nuk i kanë. Faleminderit, shohim tash çka na kanë thënë familjarët e Bashkim Krasniqit nga AK. Jemi taku, kemi pa njëri tjetrin, po nuk kemi dalë shpesh, se ka qështu koha. Tani, mas një vitit jemi martuar. Tani kemi qumë sitin, se zakonet që shikem, jemi martuar. Kemi jetu qëton që të shpi, kjo a djek, tani kemi maruan qëto apet, shpien. Tani kemi jetu bashkë me vllaun e bashkimit, që a shpia ma pushta, po, kemi jetu që aty bashkë, nuk ka që me vëzit shpet. Vëzit shumë mirë, Mercedes e ka. Kem pasunit babës, e punon tokën, qenën e patë e këqyr vetë. Kemi lëpë, kemi kujdeset e dhaj, sa unë kujdes në dhaj kujdeset. O njeri mirë shumë. As janë vëllaj sjem që shpenzojmë. Kur sejmë se kem 2 fëmijë studime, rroga simbolon shpenzimet. Ka qef me pas disciplinë. Mos me hargju pa lidhje, s'ju japë thëtë pare shumë me pas. Mirëm vëlla 2 mirëm. Edhe unë edhe aj mirët bashkime, kujdesin shkollë, që shpo silën, që po bojnë. Silët shumë mirë me ta, po unë n'gaj ma tipe. Edhe ajo më n'gaj, shatë ka nevoj, po unë n'gaj ma tipe. Një orë ma ka blej për 8 mars. Pitet i pelqenë me spanaq ma shumë. Po në mëngjes del, shkon punë, vjen 4, vjen për punës. Kur të vjen pushon, këqyr televizorin, me pas nevoj në i sen punë, punon, shatë ka nevoj. Zotni Krasniqi, 2 minuta, çka premtoni ju për qytetarët Malishevës nëse bëni kryetar komune? Mirë mbrëma për të gjithë. Aleonca për Malishevën do të ofrojë një qeverisje efikase, transparente, të afërt me qytetarin, do t'i ofron shërbime të bazuara me ligj, atje ku është e përcaktuar dhe do t'i ofrohemi qytetarëve që mos të udhtojnë për shërbime të cilat ata kanë nevojë, që po ndodhin udhëtimet deri me mbi 20 kilometra për një shërbim në komunën e Malishevës. Do të ofrojmë zhvillim ekonomik së pari duke i hartu strategji zhvillimore të përcaktuara në bazë të ekonomisë së tregut. Do të ofrohemi me ekonominë, me bizneset, do të lidhemi një raport të afërt me bizneset e komunës së Malishevës dhe së bashku do të jemi një partner zhvillimor të komunës sonë. Ne në gjatë mandatit tonë do të ofrojmë edhe shërbime tjera, do të thotë zhvillim i bujqësisë në çdo sferë, duke filluar edhe nga
futja për herë të parë në komunën e Malisheve sistemin e ujitjes për të gjitha parcelat e tokës të cilat janë sidomos rreth lumit Mirusha. Do të hartojmë një strategji për punësim që së bashku të zbusim papunësinë në komunën e Malisheves e cila ende është më e madhe. Do të ofrojmë një shëndetësi shumë të mirë se sa është sot, arsim shumë më të organizuar, më efikas dhe shumë më frydhënës. Ne do të sa i përket zhvillimeve të tjera, komuna Malisheves ende vuan nga mungesa e ujit dhe atë do t'ju sigurojmë shumë shpejt. Tash përshkojmë të zot Nikilaj. Zot Nikilaj nga PDK, pse nuk na keni leju me arë familjen e juj? Sepse ky ka qenë një vendim i yni familjar dhe kjo është arsyeja. Në pika shkurtra... Se? A i ka ardhë mare grusa, qka është? Thash ka qenë një vendim i imi dhe i gruas që mos të dalim dhe kena një përvojë të hidhur me ato çfarë kemi pa gjatë debateve t'juaja televizive. Që është përvoja e hidhur, gratë po dalin shumë mirë po i përpasojnë... Nuk isha thonë që... familjarët e tyre? Një pjesë e tyre ose komenteve të tyre janë përfolë në rrjetet sociale dhe spekulohet me këto, sepse ne realisht jemi vetë në politikë dhe kjo nuk... Kalzoni drejt, a e keni përkrajnë e familjarëve t'juj me kandidu edhe një herë? Sigur. A e keni? Po sigurisht se po, natyrisht. Mos e keni mshef pasunin? Mos e keni mshef pasunin? Ndoshta dhe ajo, nëse po mendoni ashtu. Ndoshta. 2 minuta, qka ofroni ju për shtetarët Malishevës nëse boni kryetar? 2 minuta. Për qeverisjen ardhshme, ne sigurisht ofrojmë një qeverisje të mirë, apo ma mirë me thonë vazhdimin e qeverisjes e mirë. Kjo është edhe motoja jonë që kemi hyrë në këto zgjedhje. Ne jemi bazuar në 3 shtylla kryesore. Para është që ne do të fokusohemi në përmirësimin, përkatësisht kompletimin e infrastrukturës në të gjitha fshatrat dhe qendrën e komunës, që do të thotë të asfaltojmë të gjitha rrugët dhe rrugicat në për fshatra, të ndërtojmë ujësjelcat aty ku kemi burimet ujë të pijes dhe sidomos ujësjelcin për fshatrat e Senikut, Shkrashnikut, Drenovcit, Bubavecit e Kjevës, që tashmë veç ka filluar. Do të ndërtojmë ato shkollat cilat nuk kemi mundur deri tash të ndërtojnë, janë edhe 4-5 shkolla në fshatra. Mandej do të vazhdojmë me rrjetet e kanalizimit të kyçin me kolektorin kryesor të ujrave të Zeza, që tashmë është ndërtuar një pjesë e madhe e tij mbi 80%. Do të vazhdojmë me ndërtimin e trotuarëve në fshatrat ku ka asfalt dhe janë shkollat të cilat duhet të shfrytëzohen sigurisht në Nxënësit, si siguri për në komunikacion. Shtyllë e dytë do thoja që ne si qeverisje jemi fokusuar që të investojmë në zhvillimin ekonomik, përkatësisht në zhvillimin e bujqësisë, në stimulimin me grante, që për vitin 2014 tashmë ju nda 200.000 euro, kurse në 3 vite tjera nga 500.000 euro. Dhe shtyllë e tretë e zhvillimit është zhvillimi i turizmit dhe mbrojtja e ambientit. Kjo në kupton të shfrytëzojmë ato resurse natyrore çfarë i ka Malisheva, që edhe Malisheva të ketë pikat e saj turistike në hartën turistike të Kosovës dhe një sektor i veçantë ose një program i veçantë është për qytetin e Malishevës që do të investojmë në të gjitha projektet. Ju faleminderit. Faleminderit. Zot Nikilaj, bashkë ma kelon pikë që ka po më shefën shpesh, që s'na kelon me shku, po përshkojmë të familjari i zotni Begaj nga iniciativa qytetare për Malishev, të këshyrim që ka në kam thonë ata. Në për herë të parë, kur ja kemi fillu, si mi po heq, veç kur jemi martuve, me mëset jemi. A kon ku e hershme atëherë, për fejes neves, s'na kën vetas, si mi marë, te për martis.
kemi kalu mi. Kemi jeton katon, kemi pas shtëpi, kemi jeton me xhallar, kemi ka 40 antar të familjes. Para 10 vite që shto kemi fillu, që jemi dalë pja xhallar, jemi dalë. Po ka pas marak, Mercedes. E ka që 20 vite gati. Kjerin në gronë, që të dyja ka thonë si në drejkër, të i kam. I mesëm ka qenë, asë për t'i orët, asë për t'i ftirë. Unë e kum gu ma tepër, ta. Edhe kem kanë gu mu veç. Unë e kum pas obligim me n'guhe. Ky ka që ndërshta me në qitë kafe, po s'ka kohë. Na mirë me ta. Pushime për çdo vjetë shkujna. Kalojnë pushimet. Mas shumë ti ndërës kemi shku. Në qabe ka shku me 2003, ka nejtë 3 javë, se 5 vakte të falë. Pite ka qef ma tepër. Po për kushtin ma tepër kujdeset, për tuk nuk pa ka ku më marrë me ta. S'kum ndërhyrë në politikë, kë punë të vete i ka këqyrë që i kanë takuë, nuk mirë në me politikë. Pse do me fitohë, se ka kontribu për këtë vend, ka punu mirë, e në gjuhin populata, kemi qef me fitohë. Zotni Begaj! Zotni Begaj! Shumë gru interesante. Gruja na kallzoj, kjeri nuk e ndrën, gru nuk e ndrën, partina e ndrën. Iniciativën qytetare për Malishevës dhe të rrëre asë njerë. Jo. 2 minuta nëse boni kryetar, qka premtoni për qytetarët e Malishevës? Falënderit shumë, përshëndetje për gjithë qytetarët e Malishevës dhe për juve. Fillimisht unë do të betohen para Zotit dhe para qytetarët e Malishevës dhe të punoj drejt. Zbatimi i ligjit do të jetë çështja kryesore e iniciativës, barazi për të gjithë, jemi për ligjin dhe me ligjin. Programi iniciativës qytetare për Malishevën fokusohet në 8 pika, nuk do të mund për 2 minuta të paraqes gjitha ato pika. Arsimi do të ketë një trajtament veçantë dhe do të kemi parasysh rivendosjen e ligjvërisë në shkolla, distancimin nga drejtorët politik, kthimi i identitetit profesorit, mos përfshirja politikës në vendosjen e profesorëve në shkolla. Kemi edhe çështje të tjera, s'ka i përket arsimit, e kemi thënë në debate të tjera se ka të rifishimi i bursave gjatë mandatit tonë, investimet, të gjitha investimet cilat kanë mbetë gjysë në fshatrat cilat qeveria kalume, nuk është për kujdes fare, ne do të kemi fokusim në ato fshatrat më të larta që të kemi investime më të shumta. Në fshatrat ku nuk është investu fare, shkollat ku nuk janë ndërtuar gjatë mandatit tim, jam shumë i sigurt, investimet në sjellsa, investimet në kanalizime, vazhdimi aty në punëve që kanë mbetë gjysë dhe nuk janë kryer si duhet. Qendra qerdhe për fëmijë do të ketë Malishevë, qerdhe për fëmijë do të ketë Malishevë gjatë mandatit tim, transparenca do të jetë diçka e cila do të zhvillohet mandatit tim, prioritet do të ketë vendosja bashkëpunimit me qytetarët përmes debateve para fillimit të çdo projekti do të ketë debat me qytetarët. Kryetarët e fshatrave do të zgjidhen jo politik. Minuta të shkojnë shpejt. Një trajtament të veçantë do të ketë bujqësia, për arsye se vend bujqësor është Malisheva dhe do të kemi investime të jashtëzakonshme në bujqësi. Sigurisht edhe blegëtoria dhe rinia do të ketë një trajtament të veçantë. Do të kemi angazhime të veçanta për rinin, zhvillimi i sportit dhe financimi dhe dyfishimi kontributi buxhetit për sport. Të shohim çka kanë thënë familjarët e Rifat Kryeziut nga Partia e Drejtësisë. Atë ku për para nuk ka kam për më pak shtë më vetë, po me mësit. Doja jem e kam mësit, 2 vjetë këna nejtë, vetëm fejon, mas 2 vjetë i na marto. I na po vetë këmë kura hin dhamër. Këtu në Leqen këna jeto. Na ka një shpi, 30 antar familji na ka, me gjallari më kanë. Mas 11 vjetë i na da. Mas pare ka pasi që në nish. Mas i që në nishit e ka ndro, simke ka pas marë. Ta një Mercedes.
Tani Peugeot, Jeep, Golf, Seat, s'ka brëm duke në kërë që s'ka pas. Ka marak në rrugë për shdedi. Ka njerë kam që qërë që s'ka që zëti më në rrugë ratë. Si kërët. Në lullë shumë, është marak le. Vet i punën, lullet i punën vetë. Po, qëto me në gjesë, më shumë e qëtë kafe në rifati se që e qesë o ne. Matë stepri marën pëjtanat valla gjillat. Kumpirat, pasolin, orizin, flijat kur ti qesëm bashkë, pite s'ka qitë kërë. Këllon me ma s'ka qitë. Shefën aj vetë. Asë nuk u dhe një përzishëm. Po, më banë dhurat për 8 mars, për ditë lindje. Banë. Unë kur s'kom ditë me gjelëzo. Gjelëzia të prish me burë. Para ka qenë në dy kë. Masani na hi na këre. Si vjetë e ka ndro partinë. Mas shumë të që ka marak me vizitu se bepinë. Pak mundet me nejtë kënë shpe. Në tot ju kanë tot këtina masha. Ju vështë thëmija mi. Po dhe thëmija mi gjallarve, të konedve, këpusat kër ja kanë po të dire ju kanë tot. Nuk e di. One mas shumë të i thamë rifat. A i ma tepë më dhe shpirt. A unë e kam mërzi. Zëtë një kryeziu, grunë shpirt për thirni, po pite s'po dini me qita? Pse s'dini me qitë pite? Mjafton flija. Mirë, 2 minuta, qka ofroni për shtitarët Malishevës se boni kryetar? Për mandatin e sparit për shëndetje për ju dhe në gjithë qytetarët e Malishevës, për mandatin tim 4 vjeçar nëse do të bëhem kryetari komunës Malishevës, komuna Malishevës do të shndrohet në një vend shumë atraktiv me një ambient shumë të përshtatshëm për biznes privat dhe me investitor vendor dhe të huaj. Komuna jonë do të jetë vend i perspektivës për qytetarët, për rinin, për kuadrët profesionale, për njerëz me ambicie dhe me iniciativë. Duke ofruar perspektive ekonomike, mundësi arsimi, mundësi punësimi, mundësi biznesi, hapësirë për kreativitet, për aktivitete kulturore, sportive, për artim dhe rekreacion. Ndërtesa kuvendit komunal do të jetë vend ku të gjithë qytetarët do të ofrojnë shërbimet e shpejta dhe kualitative, do të ofrohen. Do të dëgjohet zëri qytetarit, do të çmohet ideja çdo qytetari dhe do të përkrahet iniciativa që ka për qëllim të mirën e tyre. Të gjitha projektet për investime kapitalin e komunës do të koordinohen me qytetarët dhe do të jenë vetë qytetarët ata të cilët do t'i paraqesin prioritetet e tyre për investimin e projektet kapitale. Prej shtyllave, objektivat faktikisht që ka partia drejtësisë, sigurimi infrastrukturës, zhvillimi ekonomik, modernizimi i administratës komunale, zvoglimi i burokracisë dhe transparenca, arsimimi dhe edukimi, avancimi i shërbimeve shëndetësore, të cilat fatkeqësisht në komunën tonë paksa qalojnë, zhvillimi i bujqësisë dhe blegtorisë, zhvillimi i kulturës dhe ambienti. Faleminderit, Salimorina nga LDK, edhe LDK-jas na kalon me anë shpi. Qa keni me mshef ju? Zëtni Morina, qa po mshefni? A e keni për krojën e familjarve? Po, gjithsesi, arsyeja ka qenë që për shkaqe shëndetësore do thotë nuk kam mujt do thotë që tipit intervista, unë e përshëndes jetën në Kosovë për intervistat që bën do thotë edhe me gratë dhe me familjarët tanë në përgjithësi, por vetëm arsyeja ka qenë kjo për shkaqe shëndetësore me cilën do thotë nuk ka pas mundësi ato ditë që t'jep intervista. Jo krejt anëtarët e familjes kanë qenë smut. Jo, e kam ftuar. Kam kontaktu edhe me qendresën, kam kërku që të vjen të merr intervista edhe me familjarët e mi, mirë, po nuk ka ndodhur herën e dytë. 2 minuta. Çka ofroni për qytetarët Malishevën se bëni kryetar? Faleminderit shumë, spari përshëndetje për ju, përshëndetje për qytetarët e Malishevës, për ju që jeni këtu prezant, pra ne shumë qytetarë. LDK-ja në fushën politike, spari do të jep përgjegjësi personale dhe ekipore, llogaridhënie për qytetarët e komunës së Malishevës, në administratë rend rregull, disiplinë, transparencë, thjeshtësi dhe efikasitet,
zero tolerancë ndaj korrupsionit, jo punësim mbi baza familjare, jo punësim mbi baza partijake, në infrastrukturë standarde dhe vizion, jo rrugë pa kanalizime, jo asfalt mbi baltë, dhe jo projekte pa standarde, në urbanizëm, planin urbanistik, apo edhe planin zhvillimor tash që kërkohet për me ligjin e ri, standarde dhe me shumë mbikëqyrje dhe përgjegjësi, definim i saktë i zonave të ndaluara për ndërtim, hyrjen e Malishevës në 4 anë me rrugë të gjëra, sidomos tranzitin me cilën Malisheva sot ngarkohet nga parkingjet, të cilat nuk ekzistojnë dhe patjetër i duhet një tranzit me cilën mendojmë që gjatë vitit 2014 të investohet në një shumë në vlerë spari për 500 euro dhe pastaj gjatë vitit para të ndërtojmë këtë tranzit për të lehtësuar sa më mirë lëvizjen e qytetarëve dhe të gjithë ata që kalojnë nëpër komunën e Malishevës. Në ekonomi, zhvillim ekonomik të qëndrueshëm dhe kjo do të jetë shumë efektive për biznese, krijim mundësi dhe lehtësira për zhvillimin e biznesit duke i ulë taksat, në bujqësi mbështetje e buxheve, subvencionimi në bujqësisë në gjitha sektorët në dhatën e bektori, pëllëzim të hapësirave të zhvesha, pasi që në komunën e Malishevës nuk është mbjellë asnjë fidane e vetme, zero tolerancë ndaj ndotësve të ambientit, për kulturin dhe sport, reaktivizimin e gjitha klubeve sportive dhe krijimin e hapësirave që të kenë mundësi të zhvillojnë aktivitetet e tyre sa më të shumta, bursa për studentët e dalluar, në arsim ngritjen e nivelit, përgjegjësi dhe ndërtimin e shkollave, me që dihet shumë fshatra ende nuk kanë shkolla të reja dhe do të insistojmë që gjatë mandatit parë të ndërtojmë 4 shkolla me vlera të cilat janë të parapame. Faleminderit për prezantimin paraprak. Kjo ishte çka mund të thuani në 2 minutat e parë. E tash për secilin nga ju kemi pyet qytetet dhe na kanë ardhur shumë pyetje për secilin nga ju në kallzo.com, sepse qytetarët ju njohim, është qytet i vogël edhe kanë dërguar pyetje. Po fillojmë për juve zotni Morina. Disa qytetar na kanë shkruar që ata as nuk e dinë që ju jeni deputet në Kuvendin e Kosovës për arsye që nuk jeni shumë i zoshëm. Çka i thuni këtyre kritikëve? A mundeni më na përmend cilat janë çështjet që ndonjëherë keni ngrit gishtin me fol ndonjëherë në Parlament të Kosovës? Spore gjitha problemet që kanë qenë dhe kanë pas të bëjnë në komunën e Malishevës dhe si breng që kanë qenë përshtar të Malishevës, unë i kam ngritur çështje. Dhe njëra prej problemeve do të ka qenë siguria shëndetësore për qytetarët e Malishevës, spiskimi i rrisha me cilën kanë ndek 6 qytetarë dhe këtë kanë bërë në komisionin në cilën e kanë ftuar në vetë ministrin e shëndetësisë. Janë dëshmitar me cilën kemi qenë, ka qenë edhe kryetari i komunës këtë rast dhe kanë qenë anëtarë të komisionit me vetëm qëllim për të kërkuar nga ministri që të hartohet e strategjia që lloshnjës. Për 3-4 vjet vetëm një çështje keni ngrit? Jo, çështja tjetër kemi të bëjmë me gurthësit të cilët janë dëmshëm në fshatin Astrazov, një plumur i cili është kancerogjen, detonimet nga ata operatorë të cilët janë 6 operatorë dhe nuk dihet a kanë leje nga komuna dhe a kanë pëlqime nga Ministria e Ambientit. Është ngritë edhe këtë çështje për të mbrojtur interesin dhe për të siguruar shëndetjen e qytetarëve. Domethënë s'është e vërtetë që jeni jo aktiv. Është e vërtetë, dëshmohet nga KDI-ja në gjitha raportet të cilat me vlerësim vlerësohen çdo deputet dhe ka pasur çështje të tjera me cilën kemi bërë në komunën e Malishevës. Faleminderit. Replika me njerë për kërkohet të pyetje të para. Urnëzët në Krasniqi 30 sekonda. Po, fatkeqësisht Saliu ka qenë aktiv në 2 çështje, edhe ajo është çështja parë se ka votuar marrëveshjen Thaçi Daçiç dhe ka votuar për ligjin për amnistin. Edhe ka votuar ligjin për amnistin që i fal krimin edhe korrupsionin në Kosovë. Këto janë. Për sa i përket pjesëve tjera, unë nuk pajtohem as pak me këtë sepse e kam përcjell punën e parlamentit dhe jo vetëm Saliu, se veç kjo është prezentu, për dhe krejt deputet tjerë që kanë orë nga Malisheva, kanë qenë të pazëshëm dhe kanë qenë më shumë shërptor të politikave afatshkurtra të partive tyne. Replik, zotni Saliu. Kom pyetje edhe për zotni Krasniqin, po urna. Kjo është një dezinformat cilën e shpif zoti Krasniqi, sepse këto çështjet këtyre 2 ligjeve do të nuk vendos deputeti Sali Morina, por ka vendos subjekti politik me cilën ne mendojmë që ka qenë një çështje e përgjithshme në nivelin nacional dhe në nivelin e Kosovës përgjithësi. Ndërsa çështjet të cilat përpos këtyre çështjeve që kanë qenë, kanë ngritur shumë çështje për komunën e Malishevës, për qytetarët e Malishevës, njëra prej tyre ka qenë devijimi i rrugës që ka ndodhur Gjurgjic Kiev,
një devijim me cilën ju kanoset të bllokohen 70 biznese të qytetarëve të komunës Faleminderit. Faleminderit. Zotni Krasniqi. Urna. Vje keq se s'dia është për mu dëra të rukit, këto dy çështje që i ka votu Saliu, për cilat ekzistojnë dokumente që i ka vonë. Mirë, po shkojmë, pasi kërkut replikën zotni Krasniqi, po shkojmë te ju. A e respektoni ju ligjin? Po. Po i përmeni tjerë të kandidatë tjerë që kanë bu gjona që s'po ju pëlqejnë juve, po a e dini që në shtëpinë e juaj e keni një pajisje ilegale. Unë nuk di që kam pajisje ilegale, nëse ka, atëherë publikisht e them, edhe ftoj çfarë dhe pajisje dhe qysh do që pëthuat që qenë ka, le të mirën masa më njëherë edhe... Apo ju mërmenja për çka o fjolla? Nuk e di, unë veç po nuk e di, sinqerisht, nuk e di për ço. Pajisja Dreambox që e keni në shtëpi, që është kablovik ilegal, është kablovik ilegal. A menoni që ajo i thënë drejtat e autorit, nështë ta se thënë marrëveshjen Dasiq Thoqi, po drejtat e autorit i thënë. Publikisht për dhamë që unë jem kundër kësaj ides që drejtat e autorit deri në fund me shku edhe me i shfrytzu qytetarët në emën të drejtës e autorit që i shbëhat në vendet tjera. Ne mendojmë që çdo krijim që bëhat, qoftë ai artistik apo cili do të më vu në shërbim të qytetarëve pa pas nevojë që qytetarët paguajnë për shërbime tilla. Kjo për çështjen e Dreamboxit, kjo është çështje që është e përgjithshme. Po nëse gjithë e thejnë ligjin e përgjithshme, pse ju po e theni? Ju jeni vetëvendosje, ju doni me respektu ligjin. Kjo çështja e Dreamboxit mendoj jeta që atëherë do 80% qytetarëve të komunës Malishevës me i denu, po pse jo që le të fillojnë që në do t'jemi pari që do t'a heqi, po ajo nuk është asë në emrin tim. Faleminderit, ka që patën kërkoj falje shikuzve që patën probleme teknike, tash në transmitim, tash gjithë shka është në regull, dhe ne po vazhdojmë debatin, po shkojmë të zotni Kryeziu nga Partia e Drejtësisë. E po prej prezentimit, na tha gruaja që shumë kere kishin ndru, po hajtë kallëzona një partit që keni ndru, jo keret. Cilat jënë partit që keni ndru dhe të? Edhe ate ju tha gruaja. Jo, partit, po du me një për juve. Po edhe ate ju tha gruaja. Po kallëzona një pse i keni ndru? Qka s'na kallëzoj gruaja është pse i keni ndru? A pse i kam ndru? Për arsye se nuk e kam gjetë vetën aty. Mas pari në LDK keni qenë. Pse lëshut LDK-n mas pari? E kam lëshu LDK-n për shkakun, si thash nuk e kam gjetë vetën, dhe e dyta kam dhënë kontribut mjaft të madh që të vazhdoj, po më ka bon edhe për shtypje të veçantë, më ka bon rasti në zgjedhje në kuvendin e LDK-s atëherë kur ka ndodhë, edhe ajo ka qenë. Mirë, e pse lëshut dullet mas një AKR? Pse lëshut AKR-n? E lëshova AKR-n edhe aty shkaku i kolegëve të cilët mundun me zonë të gjithë hapësirën edhe mundun me marrë disa mandate rrallë. Mirë, e Parti Drejtësisë që shpo i presin? Shumë mirë. Shumë mirë. Dhe... Kur po thuni e keni gjetë vetën, që shë keni gjetë vetën? Si ju s'jeni shumë fetar? Jo vetëm që është mirë, po Partia Drejtësisë ka një vizion shumë të qartë edhe... Në zgjedhjet e ardhshme, a keni më na thonë që shtu për një parti tjetër? Popullore në emër Zotit edhe të robit me drejtësive të me drejtësi. Faleminderit, po shkojmë të zotni Krasniqi nga AK. Zotni Krasniqi, ju jeni asamblejist në komunë e Malishevës, apo jeni pjesë e administratës komunale? Vetëm zyrtar. Zyrtar në komunë? Po, zyrtar për integrimet evropiane. Për integrime evropiane. Në fakt, jeni drejtar për integrime evropiane, më zka vosha. Jo. Zyrtar për integrime evropiane. Po e ka një titull përgjegjës për integrime evropiane, po është ai zyrtar është. Kur i pyetëm kolegët në AK për ju, se qa keni me bu mas pari kur të boni kryetar, na thanë që kish pas qef me një janë një kërë të mirë mi avdje vete, se shumë i ka me ra kere. A është e vërtet? Kere, ndoshta ka herë jo marak, po jo edhe gjithherë. Se
Keri është tash nevoja domosdoshme, jo edhe krejt çdo gjë. Po, a dini që kryetari tani me koni të aureg 60.000 eurove, s'keni nevojë me blej? Jo, une nuk du të... A keni me ndru që atë kera jo? Sinqerisht për thëmë, ndoshta nuk do të kisha mojtë atë kera, ashtë. Pse? Pse shpenzon ma shumë, edhe një kërë pak ma... Veç ecë mirë. Nuk unë vëzit asë njëherë. Është i rahatshëm? Nuk unë vëzit asë njëherë. Nuk keni me lakë mu me majtë? Jo. Ato do të vërtetojnë edhe koha, por ato do të shojnë edhe qytetarit. Mirë. Po vazhdojmë me juve, Zotni Kilaj. Zotni Kilaj, edhe ju i keni qef kjerit, po interesant, edhe kjerin e juj, qa që keni të mirë, sa që vlau juj po e vëzit ka? A është dhe vërtet? A lejoni antarët e familjes me vëzit makinën ajo? Nuk është e vërtet, vlau është ekonomi familjare në vete dhe ka veturën e vetë, nuk e vëzit veturën teme. Qfar veture ka vlau? Mercedes. E pse është gjinë 12 natës ka marrë gjobë duke vëzit shpejt makinën e komunës edhe ka marrë gjobë nga policia e Kosovës? Unë këtë spjegim ja kam lanë policisë edhe kolegëve të mitë punës. Kjo ka ndodhë për shkak se unë kam qenë i smurë dhe mos ju mojnë ma tepër. Do me thone pas ka vëzit shpejt, apo? Jo, nuk e ka vëzit shpejt, po është ndalë në ndalim rutinë të policisë dhe... Po 100 e kusur është pak shpejt, Zotni Kilaj? Po nëse, une nuk e di që ka ndodha e shpeci, po si do që tjetë është gjobe trafikut. Jo, me kërkesën time më ka vozit deri në shtëpi. Falemderit. Zotni Begaj, interesant që fshatarët nga Damaneku për kajtë veni, po ju njohin si pajtus. Unë vinë nga Bonja. Nga Boja, falni. Vetëm me gjitha te edhe më bojnë nipeni si pajtus gjaqesh. Apo në kalzoni, a keni mujt, apo mund një miron fije pajtimit në mes Hashim Thaqit e Jakub Krasniqit? Masi e pas këtë aftësia, keni qëllime i pajtu edhe këta? Jo, unë e konkurrej për nivellin lokal dhe do t'i pajtoj gjithë qytetarët e Malisheve, se gjitha subjektet politike do t'i afrerë dhe vetësh mas 3 nënturit. Ani, mi anis për nivellit lokal, a bon për nivellit lokal mi anisi me shku të nalte? Sigurisht, kur t'a fitej për shtetin me 4 dhe jam për shtet, dhe t'a filloj t'a një dhe ma nelt me shku. Po, a? Vetëm pak. Kalzom, vetëm ta përfundoj me Zotni Begën, 1 minutë e koha me gjithate, apo më tregonin ditën e zgjedhjeve, a keni mu asmu PDK-ja me iniciativen, apo keni mu pajtu? Unë e këshna lutë për dykën që tjetë mas qëllëshme në ditën e zgjedhjeve, tash mas t'i blinë njerës me t'kulla, mas t'i korruptër njerës, mas bënë shantazhën dhe njerës, mas bënë kërcimin dhe njerësve, dhe t'na shkënë për qëtë si që është mas mirë. E këshna lutë shumë. Urno, Zotni Kilaj. Replik. E pora, Haxhira Gipi do të të ko epitetin e Haxhiut, po e mizëvat nuk i përfilën, nuk i respekton krejt ato regula, sepse tjesh besimtari mirë do duhet të kërkonte edhe unitet, edhe dashurie, edhe respekt, edhe për kolegë. A i kërkoj unitet, ta kur t'i fitoj zgjedhjet unitet? Jo, ky ka bo përqarje të subjektit politik, të partijës demokratike, ka fut konflikt, dhe të gjitha problemet që ka ndodhë deri tash e kanë autor iniciativen, qytetare për Malisheven, kështu flasin edhe raportet të dhe faktet e policisë të cilat ju lutem mos i ndërhyni një tjetrin ka 3 sekonda. Urno Zotni Begaj. Nuk qëndrëna, unë jam gjithherë unifikues, jam shumë i kënaqur dhe shumë krenar që jam edhe Haxhije, prandaj atë titull cilin e kam edhe jam besimtar, nuk jam ateist si që është Zotni Kilaj. Asë njëherë nuk kam qenë për qamës. Unë e di që ju dy keni qenë shumë shok të ngusht, kalzona që shu prishën.
kemi qenë shok të ngushtë deri në kohën kur ky ka degradu për rrugës për dykës, se e kemi nisë bashkë dhe tash nuk dalë me një rrugë tjetër. Saksisht, çka ju prishi saksisht? Qysh degradoj? Çfarë rrugë isha ajo që degradoj? Interesat e tina personale lidhet me bizneset e ndryshme me 4-5 vetë. Si për shembull, e qeverisë komunën, edhe në s'komunit më pajtu mes në atë rrugë që ka isë deri, me tash në kupton iniciativë. Cilat? Iniciativë me duhet një muaj ditë më të gjetë gjithë ata, është më një gjetë sa më të përri kur ka shku. Që 3-4 në gjemi. Me gjithë ato bizneset që bën punën, pulsimet që bën jashtë komunës me jashtë tafrën tina, kërcënimet që bën tash kohën e fundit jep të hodha ka 600-500 euro. Falë, zot Nikilaj. Votën për ta blerë votën e 3 sekondë e kryt. Zot Nikilaj së pari, pastaj zot Krasniqi. E bora unë të thon magjiu përsëri se ti respektoj parimet fetare. Edhe mos të dezinformoj, sepse unë nuk jam ateist, por unë jam besimtar. Dhe e dyta, arsyeja pse ky ka dalë prej Partisë Demokratike, ka qenë se nuk e kemi leju me u bën kryetari i komunës. Dhe kjo ka qenë arsye e vetme. Dhe se po të ishe... E pse se lejo a ishit, a duni me lëshu venë edhe ju na herë? Ja kemi ditë aftësitë dhe mundësitë që ky ka menaxheriale, dështimet e tia të vazhdueshme dhe ka bën që sigurisht. E që dështimet ishte shok i mirë dhe i Po, vonë me ju. është e vërtet që ka qenë shok për atë nivel që forë ka qenë, por asnjëherë asambleja komunale nuk ka qenë në nivel e udhëhequr nga ajo çfarë ka tregu për Zëni Begaj, una, apshetit që ka puna vetëm të firmat e interesa. Kam qenë shumë... Vetëm ta ndigjojmë. I pa organizuar. Faldi, kam qenë... Edhe oponentët politike pranojnë që ka qenë... Zëni Begaj, të ndigjojmë 3 sekonda. Kam qenë shumë i suksesshëm punën e kuvendit, arsyet e minja dhe tjera janë pse unë jam largu nga PDK-ja për arsye se familjari dëshmërit moshën 72 vjeçare ka shku 4 herë 5 sekretari që ka pranu. Ka shku një 17 herë sekretari që ka pranu. Faleminderit, na falni. Dy kandidat tjerë po e kërkojnë fjallën, regullat janë që secili që i kërkon fjallën duhet ketë hapësirë jo vetëm ju. Më falni, po fillojmë prej zotit Krasniqi, Alban Krasniqi, zotni Begaj, do të kërkojnë fjallën, do t'ju japë më vonë, vetëm pak, së pari zotni Krasniqi, Alban Krasniqi, pastaj Bashkim Krasniqi. 30 sekonda, zotni Alban Krasniqi. Mendoj që këtu më rëndësi është që të flitet për konceptet të politike dhe qeverisëse se sa për ato personale që i ka gjithë secili dhe për këtë ka bëllë të flitet edhe për pushtetin në ikje, po edhe për ata që janë nda tashmë. E kjo ndarje besoni dhe qytetarë duhet të ndinë që nuk është ndarje e bazuar në parime, por ndarje e bazuar në interesa. Në dokumentet që i kemi këtu, në dokumentet që i kemi këtu, ka e Bellanicës, privatizimi saj i ka të përfshim të dy zyrtarët të dy subjekteve politike. Ka gjithashtu shpronësimet të ndryshme që ka ndodhë në komunën e Malishevës, jenë të përfshim zyrtarë të dy... Duhet ta kërkoni fjallin më vonë. Zotni Bashkim Krasniqi nga Oko, urna. Po, unë deshta me thonë edhe ato se po më vjen mirë që njëherë në 4 vite na i për rasti edhe para audiencës edhe para qytetarëve të komunës e Malisheve se ta tërgojnë ta vetë njënit tjetrin se çfarë qeverisje ka pas në deri në sot. Edhe sinqerisht po të thomë që po të kishëm do ne partit politike tjerat me i demantu këtë gjona, po mi i tregu kështu në këtë formë, nuk në kishin bindë se so këta vetë që po i tregojnë të. Zotni Morina së pari, pastaj zotni Kilaj. Zotni Morina zhrën, pastaj zotni Kilaj. 3 sekonda. Konsideroj që diskutimi mes dy subjekte politike në këtë rast është një përgjithësi e dy parëve për këtë keq menaxhim dhe ajo që ka ndodhur në komunën e Malishevës, me problemet e shumta, siç u tha edhe nga Alban Krasniqi, pronat e Bellanicës dhe Gurthys në Astrazo, pastaj problemet e kanalizimit, pastaj degradimi i ambientit, ndotja e ambientit, problemet e shumta në infrastrukturë. Konsideroj që në këtë rast LDK-ja do të mirët në rregullimin e gjitha këtyre problemeve që kanë ose në këtë Ka shpifit ko, urna, zotni Kilaj. Po, urnani. Zotëri Bashkimi me të vërtet i ka të përzira qështit, sepse e më gjithat nuk tha asgjan, dhe duar trokitjet nuk foli për qeverisjet mirë ose të keqe,
E me gjithatë, ky zotëria ka qenë pjesë e qeverisë që nga viti 2003 nëse zgabohem, dhe ka qenë pjesë e gjitha proceseve që janë kryer dhe janë zhvilluar në komunën e Malishevës. Po ashtu ne nuk folëm për qeverisje të keqe, po folëm për interesat që kanë bënë që Ragip Begaj të merë një grup të tijen dhe të dali dhe të mundohet të realizoj interesat e veta personale. Faleminderit, do ju jap fjalën së pari zotni Krasniqi, Bashkim Krasniqi. Unë nuk e thash ato këta vete e tregutën para krejt qytetarëve se çka kanë bënë. Por unë vetëm a ka diçka ma shumë se sa që i tha që nuk është udhëheq ekzekutivi i legislativi i komunës së Malishevës si duhet nga Ragip Begaj, si vete e potencoj, por po harron zoti kryetar se kur ju ka duhet për mi i aprovu vendimet apo çështjet e cilat ju kanë duhet të aprovohen nga asambleja, veti kanë rregulluar me edhe ju mbi votim. Faleminderit. Zotni Kilaj e kërkut fjallën, pastaj zotni Krasniqi, Alban Krasniqi dhe zotni Begaj. Urdhno, zotni Kilaj. Unë me të vërtet nuk pe kuptoj bashkimi, qa po thotë. Do të thotë, nëse janë votu ndonjëherë, asamblesët e ti kanë qenë pjesë në asamblenë komunale dhe kanë votu ose nuk kanë votu për çështje caktuara, po ka qenë pjesë e qeverisjes dhe asnjëherë nuk ju ka ndëgju zoni kur gjatë tonë qeverisjes. Zotni Alban Krasniqi, pastaj zotni Begaj. Me sjell para qytetarëve disa fakte me emra dhe mbiemra në lidhje me shpërndësimin dhe privatizimin e tokave të fshatit Bellanic, po dhe fshatra përreth janë të involvuar këta zyrtarë. E para vetë kryetari Isni Kilaj, Nuhi Shalaj që tash ndodhet në iniciativë, Elmi Paqarizi, menaxheri prokurimit, Ahmet Rahmanaj, këshilltar komunal i PDK-s, Mal Krasniqi, shefi gjeodezis dhe kadastrit tash, të cilët janë të përfshim në rrjetin e krimit ekonomik të privatizimit. Po këto si ka bu komuna, o kësoja e ka bu këtë privatizim? Këta e kanë bo bashkë me Qeveria, qendra. Nuk e dinë ato, ajo vetë vrasë janë thojza me një më të thika e ka dhe këtë qështje të përfshime. Na falë zotni Kilaj, zotni Begaj, spari pastaj ju. Urnani, zotni Begaj, pastaj zotni Kilaj. Legislativi i komunës nuk... Vetëm pak, ju jap fjallën zotni Kilaj, vetëm duroni pak, në rend. Legislativi i komunës e ka kry punën më të mirë të mundshme gjatë mandatit tim, gjatë mandatit 4 vjeçar, dhe asnjë vendim nuk është marrë jashtë ligjore, edhe pse ndoshta është tentuar që të futen vendime të ndryshme që për kujt ndoshta bin ndesh me ligjin, nuk kanë ndodhur gjëra të tilla, dhe jam shumë krenar për punën që e kam kryer për bashkëpunimin që kam pas, edhe me subjekte të tjera politike, po edhe me pjesën time, që kam bashkëpunuar në momentin e fundit. Edhe gjithë jetën time mund të përgjigjna për çfarë do lloj keshpërdrimi që ka ra, kur në jetën time keshpërdrim në jetën time s'kam pas. Po, e pora Albani mirët me çështje madhore, sepse edhe kështu është edhe politika dhe edhe strategjia atyre që këta flasin për çështje madhore. U pa edhe në raport me Saliun që kritikoj, po çështja e privatizimit është çështje e Agjencionit Kosovar të privatizimit, është çështje kurse saj përket çështjes Ragipit që thot për vendimet e kuvendit. Na ka kalu më se një orë duke mos u përgjigj pyetje qytetarëve, do të filloj prej juve në pyetjen e ardhshme qytetarëve. Më falni, zotni Morina, po kërkoj në çështje debatit, në çështje që ka të bëjë me qytetar. Problemi më i madh në Malishev vazhdon të jetë çështja e shëndetësisë. Qytetarët kanë pyet, 2 pyetja që kanë të bëjnë me shëndetësi. Qendra e emergjencës Malishev ka 3 vite që është fillu, akoma nuk është funksion. Çka do të bëni ju për t'i përmirësuar infrastrukturën mjekësore, e sidomos çka do të bëni lidhur me marrjen e masave për të mos vdek njerëzit nga rishnat. Kanë vdek 9 persona, unë e di që nuk jeni vetëm ju përgjegjës, kryetari komunës, megjithatë nuk duhem tregu çka ka me bëj qendra, po duhem tregu çka keni me bëj ju.
Çfarë strategji e keni për me luftu rishnat në mënyrë që mos me vdek mo njerëzit? Vetëm këtë komunë vazhdojnë shekullin 21 me vdek njerëzit. Nga 1 minutë, urnozët një Marina Mëspari. Faleminderit, qendrën e emergjencës, e cila është 22 vite dhe ka mbetë skelet, do të ndërtojmë që në vitin e parë, do të dojmë mjete buxhetore, do të ndërtojmë vitin e parë. Problemi e tek për qytetarët e Malishevës që janë jetët hemorragjik ose peckimi i rishave, ne kemi strategjinë me cilën do të shkojmë së pari me vetësimin e qytetarëve, jo me spërkatjen selektive, por me spërkatje të përgjithshme. Njëkohësisht do të kërkojmë ndihmë jo vetëm nga niveli qendror, por nga niveli ndërkombëtar, që për vitin 2014 dhe për vitet tjera të mos vdes asnjë qytetar i komunës së Malishevës. Prej vitit 2000 deri në vitin 2018 na kanë vdekur. Konkretisht çfarë ndihme për rishnat do të ofroni për shëndetin? Buxheti do të shtohet, jo buxhet 20.000 euro, por unë kam kërkuar edhe përmes mediave tjera, kam thënë se do ta ndërpresim 1 kilometër asfalt e cila shtohet 10 milion euro, dhe ato 10 milion euro do t'i derëm në fundin e kuvendit komunal, sa do pak nesër të pyetje buxheti do të insistojmë që jetët hemorragjike do të eliminojmë që nga viti 2014. Një minutë, çka do të bëni lidhur me qendrën e emergjencës dhe rishnat? Një minutë. Edhe une në mandatin tim që në fillim do të ndaj mjete për kryerjen e objektit e emergjencës, gjithsesi do t'i ofroj qytetarëve të Malishevës një shëndetësi shumë të avancuar. Sa i përket rrishrave, është problem shumë i madh që sa kohë miremi me te. Partia e Drejtësisë ka në plan që edhe pse nuk i përket shumë sektorit shëndetësisë, kjo çështje më shumë i përket Ministrisë Ambientit, por ne këtu në komunën e Malishevës do të ndajmë mjete aq sa për ta luftuar në maksimum. E sa është ajo, a keni ndaj analizë, sa nevojiten për ta luftuar në maksimum? Se njerëz kanë vdek, s'ka mo këtu vetëm deklaratat përgjithshme. Nuk ka çmim që i paguën njerëz që vdesin ose fatkeqësisht që kanë vdek. Ka çmim për mos me vdek, kështu që sa kushton mos me vdek mo? Mos me vdek, kjo është një çështje që donë përgjithësi edhe të qeveria. Zotni Begaj, a keni ju diçka konkrete, a e keni analizu këtë problem që sa kohë, a keni bo një analizë konkrete, çka nevojitet që mos me pas mu vdekje në vitet e ardhshme prej rishnave? Çështja e rishnave është problem kombëtar, mund të them problem edhe shumë komunave përreth, jo vetëm i Malishevës. Ne do të kërkojmë mbështetje nga niveli qendror, ndoshta edhe nga instanca ndërkombëtare që fuqimisht ta mbështetin Malishevën dhe komuna tjera. Për arsye se ne kemi pas një vdekshmëri më të madhe në komunën e Malishevës, edhe është brengë shtetarët e Malishevës se kush do të jetë nesër personi i ardhshëm që do të vdes për asaj së mundi. Mirë, konkretisht, sa pare kërkoni prej qendrës, apo çka do, edhe sa pare nevojiten që ju mos me pas këtë vdekje? Ekspertët do të bëjnë një analizë se sa do të shkojnë mjetë dhe sa do të kushtojnë të përparatë për servimin e ekspertët e juj këtë analizë dhe i sot? Ne si kuvend komunal do të kërkojmë për që se shpenzojmë dhe gjysmën e buxhetit për me shpëtu jetën e njerëzve. Asgjë nuk do të kërkojmë. Po a jeni sigurt që krejt qëndron të pare, të mungesa e pareve, apo ka ndonjë faktor tjetër që ka po? Po, të kohët nëse mund gënë edhe angazhime. Do të dhe një angazhime veçantë për këtë lami, një angazhime veçantë në teren, me gjithë faktorët komunal, do të bojmë organizime që ato fshatat spërkatën me kohë edhe ju në gusht atje në gjysën e verës. Faleminderit. Zotni Kilaj, për ju vetëm po e shtoj edhe një pyetje që po thojnë qytetarët sipas banorëve të fshatit se ne komuna ka nis dikur muaj ngusht spërkatjen e disa zonave të fshatit kundër rishnave. Pse me kaq vonesë, kjo nuk ka punë e mungesës pareve, pse me kaq vonesë keni filluar spërkatjen, a prap do të filloni me kaq vonesë nëse bëni kryetar? Jo. Ndëgjoni, edhe Ragipi e tha, edhe unë dua ta përsëris se çështja e rishnave nuk është problemi i nivelit lokal, nuk është i qeverisjes lokale. Po është edhe i qeverisjes lokale. Ju keni mujt mas pakti stërpikjen me fillu herët. Më lejo ta shpjegoj çështjen dhe të përgjigjem në pyetjen e juaj konkretisht. Nuk është problem i nivelit lokal. Shëndetësia e nivelit lokal ka të bëjë me sigurinë e shëndetit primar të qytetarëve. Dhe ju i dini sigurisht se çka nënkupton ajo, çka përfshin.
Çështja e rishtrave tash është një problem shumë madhor, jo vetëm për Malishevën, por për gjithë Kosovën. Është Ministria e Shëndetësisë dhe ministri tjera, duke përfshirë dikasteret e veçanta si ai Instituti Mbrojtjes së Shëndetit Publik dhe Epidemiologjik i Kosovës. Jo, lutem, mos u ndërhy. Nuk me respekto kohën. Qysh mos me ndërhy? Nuk po përgjigjeni lidhur me vonesën në spërkatje. Unë duhet përgjigjem konkretisht. Ne kemi bën spërkatje çdo vit. Kemi bën sensibilizimin e opinionit në gjitha shkollat. Efektet kanë qenë të vogla, jo për fajin e qeverisjes lokale, jo për shkak të mungesës mjeteve, po për shkak të mungesës se një strategjie ose të një hulumtimi shkencor që bën që kjo epidemite të luftohet saktësisht. Nëse buni kryetara, ka me ekzistu kjo analizë shkencore? Dëgjani, kjo tash është Instituti i Shëndetit Publik. Ministria e Shëndetësisë kanë aprovu një strategji. Kilaj, ka që kishit ko, ju lash me fol edhe ma shumë për te kohës, edhe unë e di që mu i me pyt Institutin Publik të Shëndetësisë qka mundet me bo, mirë po ju pës qka mundet kryetari me bo. Është aprovu nga Ministria e Shëndetësisë. Disa ju t'i aprovoni, kam dek shumë njerës. Më falni, zotni Kilaj, po shkojmë të zotni Krasniqi. Unë e di që Mrekullina nuk mund të bëj një kryetar komune. Me gjitha te, po du me ndëgju, a ka analizë nga secili nga ju që ka jetu këtu për çdo vjetë e keni të njëjti problem. Mos keni orë me na i zgjidhje. Urnë, zotni Bashkim Krasniqi, nga AK, zotni Kilaj, nuk keni drejt ma shumë se tjertë me folë. Zotni Bashkim Krasniqi nga AK, 1 minutë. Po, kësaj çështje nuk duhet, unë nuk pajtoj me kryetarin që komuna duhet të jetë e heshtur. Në këtë çështje kaq të rrezikshme për qytetarët e komunës së Malishevës, Aleanca për Armërinë e Kosovës ka menduar që të hartojë strategjinë emergjente të nivelit lokal, duke bashkëpunuar me grupet, për secilin fshat me grupet posaçme të qytetarëve që së bashku me grupet emergjente të nivelit qendror të marrin më seriozisht këtë çështje dhe të spërkatën çdo pjesë të sipërfaqeve ku janë të rrezikuar. Ata kanë kryer disa veprime, por nuk kanë kryer atje ku duhet, për arsye se nuk kanë komunikuar me qytetarët. Edhe varianti dytë që ne mendojmë se rrezikët mund të eliminohen edhe duke e punu tokën çdo sipërfaqe, do thotë mos me lënë djerrin. Sikur se kemi sipërfaqe të mëdha në djerrin. E çish do t'i bëni fshatarët me punu me zor? Duhet me subvencionime dhe jo, fshatarët nuk obligohen me zor, por ata janë të gatshëm me punuën edhe me... Po nëse janë gatshëm se s'pe punojnë, pra? Jo, ata duhet të subvencionohen. Faleminderit. Zotni Krasniqi, do t'ju jap replikën, të ndëgjojmë të gjithë, zotni Krasniqi, a keni menu ju ndonjë zgjidhje më analitike qysh me adresu problemin e rishqnave çdo vjetë? Por natyrisht Lëvizja Vetëvendosje edhe në alternativë edhe më herët ka prezentu planin 5 pikësh edhe çudi ku ka mbet opozita asoj kohë brenda asamblesë komunale që se ka ngritë zërin, a ka pas agjendë më të rëndësishme se kjo. Po qysh do një me zgjidhë problemin? Ne i kemi 5 pika për mes cilave do t'i luftojmë mjetet hemorragjike. E para është që përmes bashkëpunimit ndërinstitucional me nivelin qendror do të ngrisim shtabin e emergjencës, i cili do të punoj 365 ditë gjatë vitit, i cili do t'i koordinoj të gjitha veprimet. E dyta do t'jetë përmes subvencionimit bujqësisë, kur përmendëm më herët, do t'ju ndihmohet bujqëve në mënyrë që të levrojnë sa më shumë hapësira tokës dhe përmes kësaj ne ta parandalojmë shtimin e rrisërave. Po ashtu do t'i funksionalizojmë të gjitha ambulancat dhe qendrën e mjekësisë familjare në mënyrë që ato të janë gjendje gatishmërie për gjatë tërë vitit, e sidomos kur paraqitet rreziku më i madh, kurse gjithashtu do të punojmë edhe me komunitetin dhe farmerët dhe të tjerë në mënyrë që përmes fushatave vetëdijsuese po dhe angazhimit konkret me parandalu shumimin edhe efektet e mëdha. Zoti Kilaj, pastaj zoti Begaj. Urdhani gjysmë minuti. Du me kundërshtu bashkimin që thotë se komuna ka anashkalu këtë çështje, unë t'i them se nuk e ka anashkalu, po vazhdimisht është marrë me këtë çështje, ka qenë një prej prioritetet të vazhdueshme. Çdo vit kemi ndarë mjete, kemi bën spërkatje, në të njëjtën mënyrë është involvuar edhe Ministria e Shëndetësisë dhe ajo e Bujqësisë, edhe për ato spërkatje për cilat më fole që janë bërë në gusht,
këtë vit ka qenë cikli i tyre ka qenë me gjatë dhe këto spërkate i ka bon Ministria e Shëndetësisë në teritorin e komunës Malisheve. Mirë, falemderit zoti Begaj, 30 sekonda. Përmend Asambleja Komunale, nuk ka fuqi Asambleja Komunale që ta zgjidhë këtë problem, megjithatë çfarë është kërku, ne kemi diskutuar dhe kemi qajtë bashkë me familjarët për atë çështje, sepse na kanë ngarkuar edhe neve. Kemi qenë vërtet brëngueshëm, mirë po mundësitë tona kanë qenë të vogla, po duhet një angazhim më i madh në terren. Duhet ekipe në shtatë caktuar për çdo fshat që ata të jenë mobile gjithherë në kohën e pranverë që të fillojnë më njerë me spërkatin, atë me siguri se të dabojmë të ardhmen. Edhe rreziku do të jetë më i vogël sigurisht. E pse s'keni mujt me vokët në kohën që ishit në PDK, se sugjerut këte në kohën që ishit PDK? Nuk e kom pas ekzekutivin, tash do ta kam ekzekutivin dhe të veprojnë atë mënyrë. Okej. Së pari zotni Krasniqi, pastaj zotni Kilaj. E para, kryetari ka vunë për luftimin e jetëve hemorragjike, kryetari Nike, 60.000 euro aqë sa ka ble gjipin, edhe ka lëzën kje për qasin që ka. E dyta, kryesusi i atëhershëm i Asamblesë Komunale ka mujt me thirrë mbledhje urgjente të jashtëzakonshme bashkë me këtë opozitën konstruktive që kanë flajt edhe kanë reagu veç kur ju kanë vënu pagat ose për një çështje kështu komplet paransishme. Jo veç komuna, po ka flajt edhe opozita bashkë me Asamblenë Komunale dhe aty kanë qenë veç për dekor. Edhe për një me është mi qajt, jo qytetarët ma shumë se so këta vetë. Faleminderit. Zotni Kilaj dhe zotni Morina e kanë kërkuar fjallën edhe ju zotni Begaj. Zotni Kilaj. Ragipi që thotë që kuvendi s'ka mund të merë vendime, s'është e vërtet, sepse vendimet e kuvendit janë obligative për qeverisjen dhe t'ju them që nuk ka krahasimi me gjip ose me vetura tjera, me shërbime tjera. Unë u thash decidivisht se nuk kanë qenë pyetje çështja e fondeve të komunës për shpenzim, po kanë qenë në pyetje metodat, mënyrat se si duhet të luftohet kjo sëmundje. Dhe kjo sëmundje nuk luftohet nga niveli lokal dhe me ekspert lokal, se s'kemi na ekspert lokal. Po, të duhet të sipas juve, kryetari komunës Malishevës nuk ka kompetenca me i siguru jetrat, me luftu rishnat dhe me i siguru jetrat e qytetarët dhe. Nuk e ka këtë kompetencë. Nuk e ka këtë kompetencë, me gjithatë. Këtë vetë është në nënshkru kontratë, sepse janë nda 200.000 euro për spërkatje ajrore dhe na nuk jena të sigur që ka me ndodhë një diçka e tillë për shkak se duhet të ketë vendimin, për shkak se duhet Zotni Morina, spori, urna zotni Morina, pastaj zotni Begaj. Mendoj që nuk kanë qenë serios së duhet kjo qeverisje për të eliminu këto jetëve hemorragjike dhe nga vetë fakti shihet që shtëpia e shëndetit Malishev nuk ka infektolog, që sidomos për këtë periudhë është dashur të jenë të paktën 2 infektolog që të eliminohet qendësar, do të thotë peckimi i rishave. Dhe çështja tjetër që u ngret se opozita nuk e ka ngrit këtë zërin, nuk është e vërtetë sepse LDK-ja ka thirrë mbledhje të jashtëzakonshme për këtë din shefi i grupit parlamentar, kryesuesi i Asamblesë Komunale. Kom shumë pyetje, po vjen keq. Kom shumë pyetje, ne metëm vetëm të rishnat dhe përshkoj të pyetja arshme, po fillojmë për juve zotni Krasniqi. Pyetja arshme ka të bëj lidhur me qerdhen. Malishev, po thotë qytetari, është premtuar rregullimi 1 qerdhe për fëmijë, nuk ka asnjë qerdhe. Kur dhe ku do ta kemi 1 qerdhe dhe sa do të na nevojitet për me ndërtu dhe ku do t'i merrni këto tolla? Ne në alternativën tonë kemi qerdhen e fëmijëve si pjesë të veçantë, sepse kjo është e rëndësishme edhe për një arsye tjetër. Shumë prej grave, po edhe burrave që punojnë, sot si me thoni, pamundsohet puna për shkak të mungesës së një qerdhe ku do t'i dërgonin fëmijët për tu përkujdes. Ne për gjatë mandatit tonë të parë, 4 vjeçar, do ta ndërtojmë qerdhen e fëmijëve me një kapacitet prej 150 deri në 200 fëmijësh, sepse janë rreth 60.000 banorë, siç e cekët edhe ju, edhe kjo është më së domosdoshme. Në fakt, kjo është dashur moralizu deri me tani, po kanë qenë nërskamcat që ato që e kanë pamundsu dhe pikrisht të vendi... Nërskamcat e kujt? Nërskamcat brenda pushtetit, të cilat edhe lokacionin ku është dashur më ndërtu qerdhja e fëmijëve, sot e kanë shpërndësu edhe kanë shitë stërshit, siç e mësuam me shitë stërshit krejt kohën e ditës. Saktësisht kur do të përfundoj dhe sa do të kushtoj në mandatin e juve? Sa do të kushtoj nuk do të hitë vlerat, por që gjatë mandatit 4 vjeçar brenda 2 viteve të para kjo do të ndërtohet.
Mu më duhet t'i shtroj të gjitha pyetjet dhe pastaj t'ju jap replikën, sepse nuk do të mrim, do të mbesim vetëm këto pyetje. Po vazhdoj me juve, zotni Krasniqi, Bashkim Krasniqi. Një qytetar pyet lidhur me transportin edhe sigurinë në qytet. Transportimi bëhet në mesdit i lëndëve eksplozive, në mes të ditës kalojnë pranë shkollave maunet e kompanisë JOHA me eksplozive në qendër qytetit që materialet të dërgohen në Astrazub të Gurthysi. Çka do të bëni për këtë problem të qytetarëve? Po, unë është të vërtet këto që ka të drejt qytetari i cili ka bon këtë pyetje dhe ne jemi dëshmitar të asaj se për çdo ditë kalon ai transporter i cili bën transportimin dhe përmes qytetit nuk lejohet, mirë po kjo nuk është kompetencë ndoshta krejt e organeve tona, mirë po është duhet të intervenohet edhe përmes inspektorit i cili inspektorit të komunikacionit. Nuk është kompetencë, me mbrojt njerëzit, nuk qenë ka kompetencë, me mbrojt njerëzit e juj më pa vdek, me mbrojt njerëzit e juj prej kësaj sigurie. Po, unë e përdor ato se përmes ne qysh do të kishëm me vepruan, se përmes inspektorit ne do të angrisim këtë çështje për arsye se më të vërtetë. Do të angrisni, a premtoni që keni me jo, nojë? premtojmë se ne nuk do të lejojmë mu përmes qytetit me kalu aja dhe me zhurma të shtuese që janë ato. Mirë, zotni Kilaj, pyetja që ndron për ju. Mbajeni replikën, unë kërkoj, ju lutem të përgjigjeni 1 minutë në pyetjen që është për ju. Që ka të bëjë me sport. Fusha e futbollit, po thot një qytetar, ka 3 vite që është nisë me u ndërtu, akoma nuk është funksionalizu. Çka do të bëni? Edhe sa kohë kemi me prit për një fushë të futbollit madh këtu? Ajo shumica punimeve janë kry, ka qenë projekt 2 vjeçar, këtë vetë besoj deri në fund vitit që do të rregullohet edhe çështja e barit. Po premtoni që deri në fund vitit ka mu qelë? Po, gjithsesi. Gjithsesi, aja tashmë... E pse dhe i tash smujti mu bo? Sepse kemi pas problem me ujin. Unë i kisha thonë që të pakten në... Mjetet për bari kanë shku e bari nuk është aty. Pakten para... Vazhdoni? Unë i kisha kërku Albani që të pakten para mediumeve dhe para qytetarve, para teleshikuzve, ta përmirësoj në të rëgë kryetari Nike, a e nëzon mjetet për bari, a e nëzon mjetet për bari, a e nëzon mjetet për bari, ka që tjeshtë është, të rëgë e qytetarve, a e nëzon mjetet për bari, i mungon edukata dhe sigurisht edhe lejohen edhe gjërat. Nëse nëzon mjetet për bari, të rëgë e qytetarve. Zotni Krasniqi, ju kësha lutë me përmbajt, lypeni replikën, 3 sekonda do t'jenë t'jujat, edhe unë ju ja fjallën. Vetëm pak, po shkojmë të ju, zotni Bega, e keni pyetjen e juj. Replikën më vonë, sepse nuk po mrim pyetje qytetarëve me shtru e jemi gati në fund të emisionit. Ju lutem, a mund të përgjigjeni lidhur me qytetarët po pyesin, është premtu që Drenocit dhe 4 fshatrave tjera do t'ju mundsohet shëndrimi në qyteza të vogla përveç fshatit Banjë, prej ku vini ju. Përveç fshatit Banjë të gjithë tjera nuk është bë asgjë. Si do ta rregulloni këtë çështje? Unë nuk e kam premtuar se do të jetë qytetës, por kryetari ka premtuar tash. Deri tashëm. E nëse ju vini në pushteta, do t'jetë qytetës? Edhe shumë fshatra tjera që janë dhënë premtimet, nuk kanë bajtë të premtime, dhe sigurisht se premtimet se do t'i japun, do t'i mbajnë, jam shumë i sigurt. Dërnësit do t'ketë, është nda mjetë për ushqetësin e Dërnësit, nuk e di ku janë shkujen a vulluti, është nda mjetë edhe për shumë fshatra tjera. Për ata e deshta replikën për arsye se tha vendimet të kuvendit janë zbatueshme, ka zbatuar qeveria. Shumica në vendimet të kuvendit nuk i ka zbatuar qeveria dhe ka bërë mjetet dikon tjetër. Ata janë përgjes për këtë bartit mjetet dhe di se si i kanë shpenzu. Nuk e di kuvendit nuk është mjetu. Nuk është mjetu kuvendit. Faleminderit, po shkojmë të zotni Kryeziu. Zotni Kryeziu, një qytetar po thotë, në periferi të qytetit është ndërtuar një park dhe një liçe artificial. Në të njëjtin vend gjendet edhe një depo e madhe e gazit. Çka do të bëni ju për këtë? Së pari, ai park që është ndërtu me ka me u mirë mbajt, kishë me qenë mrekulli, po fatkeqësisht mirë mbajt edhe këtu nisë diçka dhe mbetet ashtu në mëshirën e Zotit, me thonë. E dyta, atë deponit të gazit është dashtë me kohë me u largu në distancë duhur, e jo me ndodhë afer qytetit. E di që është dashtë, po ju çka do të bëni? Une do të largoj, nëse do të
sigurisht deponinë e gasit aty që është. Ka shumë gjana tjera për të cilat në komunën e Malisheves nevojitet kohë për të folë, e një që më shqetëson mas shumë ti që kaloj gati për çdo ditë, po dal pak prej teme në lumin Mirusha. Fatkeqësisht ai urë që ndodhet as edhe një gjysmë metre trotuar nuk ka. 2 njerëz nuk mund të kalojnë aty pari. Kjo është shqetësuese, njëri duhet dalë në rrugë për t'ja lëshuar rrugën tjetrit. Kështu që kanë ndodhur shpesh herë kanë ty një kamën. Faleminderit. Zotni Morina, qytetarët nga fshati Llapçev na kanë dërguar disa foto lidhur me gjendjen në fshatin e tyre. Aty është një deponi e mbeturinave mu afër shkollës. Qytetarët thonë që vazhdojnë ta largojnë, ta pastrojnë edhe prap deponia bëhet afër shkollës. Përveç kësaj, ambulanta është e mbyllur, është ndërtu, por është e mbyllur dhe tash po shfrytëzohet për kullohet baktive, nga se nuk është duke funksionu. Ambulanta funksionon 2 herë në javë nga 30 minuta, ndërsa mjeku vjen 1 herë në javë nga 20 minuta qëndron në ambulant, edhe pse e dim që paguhet më shumë. Çka do të bëni për këta fshatarët nga Llapçeva? Para deponi e cila është bën nga Kuvendi Komunal, nga kjo qeverisje, konsideroj që është bën mirë të gabueshme, sepse thuhet që ka të bëjë me mbretërinat e ngurta, por në realitet ato po udhën edhe mbretërina tjera, dhe marrën time sekretari i komunës do ta ndalojë të deponi, sepse është e dëmshme për qytetarët e Llapçevës, edhe është ndotje për qytetarët e Llapçevës, sepse programin tonë do të thotë kemi zero tolerancë ambientit, dhe sa i përket ambulantave. E ku do ta zhvendosni atë deponi? Ne do të thotë me ligj deponia është në Prizren, e cilat në nivel regional do të thotë gjitha komunat këtë rast Malisheva, Soreke dhe Raveci, mbeturinat i bartin, i ngurvëllojnë dhe i dërgojnë në regionin e Prizrenit, dikun nga Dragashi. Mirë, po nuk do të lejohet që në komunën e Malisheves të ketë mbeturina, do të thotë që të jenë dëmshme për qytetarët e komunës Malisheves. Ndërsa sa i përket ambulantave, do të konsideroj që ambulantat do të punojnë sipas orarit të rregullt, jo siç kanë punuar deri më tani. Shumë të rastet do të thotë kemi pasur ambulantë që kanë qenë shumë. Replikë kanë kërkuar zotni Kilaj, zotni Krasniqi dhe Bashkim Krasniqi. Urnoni zotni Kilaj 3 sekonda replikë. Unë kam kërkuar disa replika, nuk është vetëm një. E para për qerdhen. Po nisim për me ne. Për qerdhen desha tu tregoj se nuk ke pas nevojë me pyet Albanin, ajo do të filloj së ndërtuar këtë vit, është faza e parë. Dhe tash janë siguru mjetet, është 350.000 euro vlera e projektit. Këtë vit fillon faza e parë, përfundon deri në korrikte 2014. Eksplozivi, ky zotria s'ka lidhje me çështjet ligjit, sepse tjetër kush është kompetent do të mund të flisni prap. Ka 30 sekonda ja replika zotni Kilaj, urno zotni Alban Krasniqi, pastaj Bashkim Krasniqi keni kërkuar fjalën dhe vazhdojmë. Urna. Shumë interesant, planifikimin buxhetor nuk e kanë çështjen e çerdhes, tash pas kanë filluar me ndërtu se zgjedhjet kuptohet. Për sa i përket Drenovcit dhe 4 fshatrave tjera, edhe kryesuesi ka qenë atëherë pjesë dhe përkras për kryetari këtij, se për këtë gurthyesit normal që kalojnë atje se është një fort që e ka një gurthyes, është vllavi Hashim Thaçit, që është bashkëpunëtor i ngushtë me kryetarin aktual, edhe shtëpiat e fshatit Ostërzup kanë nisë me kërsit, me uçak prej. A keni ju fakte për këtë që po thuni zotni Krasniqi? Po. Vazhdo që... Cili o fakti ju? Tani shkojmë edhe ki... Kalzonani qka o fakti që është njeri fort mas këti gurthysi? Fakti është që su zguzon me nalë kërkushat kamion edhe shkon atje edhe javçan njerëz e shvijat. Së pari, urnozët një kila i replik për këte, së pari pastaj juzën i e para t'ju them që lehet për gurthys i e agencioni minjerave dhe mineraleve. Jo, e transportusin? Transportusit është çështje sigurisë, është deri tash është çështje e KFOR-it, kurse tash është çështje e shërbimit policor të Kosovës. Në thotë nuk ka të bëj. Po ju jepni pëlqimin për komandantin Jo, s'është e vërtetë, as kjo. Policisë Kosovës. As kjo s'është. Mirë, ju po thoni që s'keni kompetencë për krejt problemet të komunë. Rishna s'keni kompetencë. Kamionin s'keni kompetencë. Fundit, policinë e Kosovës është nën Ministrinë e Punëve të Brendshme, që është e PDK-s.
A keni mujtë me thirrë dhe me thonë kom problem sigurisë lidhur me këtë makinë? Unë nuk e di që ka ndodhur asnjë incident, nuk ka ndodhur asnjë incident. Apo pritni me ndodhë incidenti e mas nej me Jo, sipas kësaj logjikës t'juaj, duhet të mbyllen të gjithë gurthyst, duhet të ndalet veprimtaria e betonimit, duhet të ndalet edhe shfrytëzimi i lumejve dhe gjithë tjera. Po ju duhet ta keni të qartë se derisa është ndërprer shfrytëzimi i rërës prej lumejve, çështja e shfrytëzimit të materialeve gelqerore. Vetëm pak, zëni Bashkim Krasniqi që sa s'ka fol dhe po pret, pastaj zëni Begaj. Unë sa i përket ato që po thot kryetari se leje për gurthys duhet nuk ka kompetencë kuvendi komunal, lejet e punës, se ju kanë ngatruar ndoshta lejet e punës me pëlqimin e veprimtarisë, pëlqimin ata e japin ministria, është e vërtet, po leja për veprim dhe më thonë me kryet punës në hapësirat e kuvendit komunal, i jep lejen kuvendi komunal. Sa i përket eksplozivit, këtina ju ngatru detonimet me kalimin e eksplozivit në për rrugë, të cilat për çdo ditë malisheva ka të ngarkuar rrugën, dhe aty kalon me tonelata eksploziv. Faleminderit. Zoti Kilaj, do t'ju jap fjalën së pari, s'po mrin tjertë me fol për replikave t'juja. Urdhno zotni Begaj më së pari, zotni Begaj, zotni Kryziu, zotni Morina, pastaj. Zotni Kilaj, po vjen keq, tjertë po presim para jush. E di... Urdhno zotni Begaj, 3 sekonda, pastaj ju jap fjalën kur ta kryjnë njerëzit që kanë kërkuar fjalën para jush. Urdhno. Dy replika më keni humb, a? Urdhno. 30 sekonda. Çështja e bartjes eksploziveve, kom dëgju se qeveritarët shpesh e thonë se ligjet me atyre për t'i shkelur. Ligjet i shkelën ata të fuqishmit, si jo qytetarët asnjëherë, qytetarët janë mbas pak të shkelës ligjeve, po të fuqishmit i shkelin ligjet. Edhe për ata i merr aty ligjet për të shkelur. Kush janë ata të fuqishmit? A mund t'i ekspozojmë klasi me emra? Ata që bartin eksplozivin. Po kush janë ata? Kush janë ata? Dhe t'i lypin organet që duhet me jetu kush janë. Po pse s'po folni ju? Dërsa për qerdhen... Zoti Begaj, a është e mundun që as ju s'keni guxim me përmend njerëz të fuqishëm? A është e mundun? Qysh po kërkoni votën për qytetarëve kur as lider s'kan mundësi me... Unë mbas me pas janë i guxim si shna dalë për ati subjekti. Jëm dalë tash veç, jam i pavarën dhe jam një iniciativë. Për guximin tem që e kom po një qashtë të tjë. Vetëm pak, zotni Kryziu s'fari, zotni Morina, pastaj zotni Kilaj. Urdhno, zotni Kryziu, 3 sekonda, replik. Unë thëmë se kjo qeshtje duhet të regulohet, faktikisht duhet të reguloj kryetari komunës me asamblen komunale, që aji eksploziv nëse duhet bartet dika një rrugë tjetër e jo në për qytet, ose që të mirët vendim nga asambleja komunale gjësir, nga ekzekutivi që të ndërpritet. Zotni Morina, 3 sekonda, pastaj zotni Kilaj. Urdhno zotni Morina. Mendoj që është një problem jashtëzakonisht të madh, nuk kemi të bëjmë vetëm me një operator, ato po kemi të bëjmë me 6 operatorë. Edhe është shumë e vërtetë që lejet e punës i lësho komuna. A janë krejt vllazën tash në thoshit ç'është po thotë zotni Krasniqja? Ashta mund të jenë të afër ti, mirë po problemi... A keni fakte dhe ju? Jo, nuk kam fakte. Unë po them se janë 6 operatorë me të cilët është ata operatorë zhvillojnë këtë veprim në mënyrë jo të lehtëshme. E para, qytetarët e Asazubit kanë bërë peticione, kanë dërguar në komunë dhe kanë kërkuar që operatorët të tërhiqen prej asaj pjese ku po dëmtohen shtëpiat dhe ku po çon shtëpiat. Ku është kërkuar kjo? Është dërguar në kuvendin komunal të Malisheve. Sa ka dërguar kryetari i fshatit Kusushi. Unë tash po ja fjalën zotni Kilaj, po duam me kërku falje për gjithë apostrofum që përmenden në debat. Emri i cilëve përmendet, po nuk kanë rast me mbrojt vetën. Megjithatë, kjo është debati drejt për drejt, nuk po kemi mundësi me ndëgjua anën tjetër. Zotni Kilaj, megjithatë ju jeni këtu ana tjetër, urdhënoni 30 sekonda. Po, unë e kam lexuar një pjesë programit të bashkimit dhe aty thot tregon decidivisht se në Malishev në të katër anët në të katër anët e Malisheve do të vendos pengesa dhe do të vendosë shenja dhe do të ketë një ligj
që do të përcaktoj se kush duhet me hyrë dhe kush duhet me dalë prej Malishevës. Kjo është programi i Bashkim Krasniqi. Mu më vje ke se asë programin tim nuk e ka po e thot me hamendje se unë shti prirë në drejtim. Por duhet të Ne të më thëtë kryetari se ku ka vendos shenjat të komunikacionit afër shkollave të cilat për çdo ditë në zoncat i kemi të rrezikum e ky tash mirret me këtu hymje dhe dalje. Asnjë shkollë nuk e ka shenjëzimin për rrezikun që kanoset në zonca në përshatra. Zëtni Krasniqi, falë 3 sekonda, i ka lutë Zëtni Krasniqi, vazhdojmë pastaj. Po, emrat është e domosdoshme të përmenden se ndryshe nuk kemi mujt me bon të jorë se kush për dëmëtën interesin qytetarët në Malishevë. Dhe jallë një emër tjetër i cili është si sekser, ndërmjetësus i shumë shitjeve, stërshitjeve të pronave përfshi dhe qerdhen lokacionin në planin urbanistik 2004-2014, e është Musli Zeqa, që bashkë me Malën, po dhe me kryetari Nikje, e kanë shit atë pronë me në mesin dhe shumë pronave tjera, të cilat janë marë... Krasniqi, a keni qu prokurori këto emra? Po i kemi dërgu në prokurori, janë edhe për gjatë Lumit Mirusha, kërën bosh prëndësime tani kër është drejtu Lumi Mirusha, aty jenë dëmtu qytetarët e Malishevës cilit kanë pas prona, ku ky zotriu Zeqa ka dërtu, ka kriju një kompani për ndërmjetësim shqitje pronash. Zëtni Kilaj. Të gjitha këto si zakonisht nga ona e vetëvendosjes janë insinuata, janë spekulime, sepse ekzistojnë vendimet e kuvendit dhe vendimet e kryetarit komunës që bazohen në ligj për të gjitha shpërndësimet që kanë ndodhur aty. Dhe unë mund t'ju tregoj edhe vendimet të cilat kam këtu përballë, që tregojnë se gjithçka është shku sipas ligjit dhe vendimeve që kanë marrë nivelet përkatëse të qeverisë. Kaq kishim kohë për Malishevë, nga se bëm 1 orë gjysmë debat, nesër na bashkangjiteni në Gjakov për ju që dënit na bashkangjiteni, pas nesër jemi në Istog dhe të premtën jemi në Prishtinë, për neve Malishevë, Sallës së Kulturës, natën e mirë.